Alban në Shala dhe të lë skuadrën e tij me një më pak në teren. Ky është rasti vetëm. Këtu ka qenë më vështirë të humbes sa të realizohet dhe ne rikthehemi pasi pushimi prej 15 minutash. Ekson Sinani. Bravo. Pas një rasti ideal të humbur nga Drilon Hazrollaj. Në fund të pjesë Pollaj. Mundësia për goditje nga Hazrollaj, e provon goditjen Hazrollaj. Jashtë. Ja, mosi ata dhe këto. Isufi Ngjiki. Elnjer, Isufi Ngjikën. Të shohim si do të jetë vendimi. 11 metër shpara skuadrën e Dukaçi. Apo Ilir Avdyli dhe 1-0. E lexoi anën e kësaj goditje këtu. Portieri Avdyli. Arkimi ka Hazrollaj. Mundësia këtu për skuadrën e Malishevës. Pira e ka kaluar top. Krye Ziu. Do shkohet me karton të verdh për shkak të vonesës. Portieri Dukaçinit Cyrus Margono. Duke kjo fillimisht, por pasimi shumë i fortë i Brutit në drejtim të Drilon Hazrollajt. Merë frym skuadra Dukaçinit tani këtu kur kanë mbetur 25 minuta plus shtesat gjysmore. I mirë është kjo arki, mundësia këtu dhe ho! Hazrollaj aty, të lovinë brendit të zonës, kargohet topi. Një Donald Vitia, pasimi mirë është kë. Ja mundësia tani! Elnjer, super pasimi është kë në drejtim të Ali. Hazrollaj, tjetër arkimi rrezikshëm, dhe intervenon portieri Cyrus. Vitia, harkimi dhe intervenim i portierit Cyrus Margono. Do të ketë kujdes të mos e vonoj lojën, ka një karton të verdh. Besnik Ferrati përgatitur për inkuadrim të skuadra Malishev. Hazrollaj. Hazrollaj aty dhe një balja! 85 minut! Japse Hazrollaj është lojtari kryesor i skuadrës së Malishevës, si e Margono si e.
Malisheva rikthehet në lojë në minutën e 85. Aljar Gjyljani i rrezikshëm është arkimi, intervenon Margono. Nisë për para skuadra Duvagjinit. Fitia, Bushaj. Markimi Bushajt i fort. Margono pa problem kap topin këtu. Rastet të krijon të përzinë edhe prej 2-0. Nuk e shfrytëzoi në fund Hazrollaj e dënoi me gol të barazimit. Papa, faul në sulm. Duke i si ndërhyrje kjo në fazën e sulmit të duhet. Ala një pikë shumë e rëndësishme për Duvagjinin në luftë për ti